Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se serbët në Kosovë vuajnë terrorin jo vetëm nga Albin Kurti, por edhe sikurse tha nga ndihmësit e tij nga Perëndimi, sepse Kurti nuk do t'u bënte serbëve gjithë ato që u bën nëse Perëndimi nuk do ta lejonte. Letrën për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ai tha se do t'ia përcjellë sot në mbrëmje. Vučić tha se ka nervozizëm të madh, sepse ndonse ka kaluar 18 vite qysh kur u njoh Kosova nga Perëndimi, Serbia këtë nuk e ka bërë. Ndaj përmendi ai, mendojnë se mund ta shantazhojnë Serbinë dhe mbar serbët duke i keqtrajtuar, ngacmuar, arrestuar dhe terrorizuar. Vučić më parë tha se ushtria e Serbisë, e cila 12 apo 13 vite më parë kishte vetëm një avion që mund të fluturonte, së shpejti do të ketë 40 të tillë gjuajtës. Studiuesi hulumtues për sigurinë Nikola Vujinović vlerësoi se reagimi i listës serbe dhe Beogradit ndaj ndryshimit të qëndrimit të KFOR për çështjen e çeljes së urës mbi Ibër tregon se shqetësimi i komunitetit serb nuk është marrë parasysh. Ai bë të ditur se komandanti i KFOR, generali turk Ozkan Ulutash, shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, Milan Mojsilović, vetëm sa informoi se do të qelet ura. Shkaku i ndryshimit të qëndrimit të KFOR shikohet në riaranximin e NATO-s në mbar Europën dhe konfliktit mes administratës amerikane dhe aleatëve europian brenda aleancës, në vlerësimin se kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti ka mbështetjen e aleatëve europian. Komisioneri për mbrojtjen e barazisë në Serbi Milan Antonijević tregoi se pezullimi i 2 pjesëtarëve të policisë kosovare për abuzim ndaj Nenad Rashkovićit flet për seriozitetin e rastit, por dhe për mungesën e garancive të sigurisë për komunitetin serb. Inspektoriati policor i Kosovës i rekomandoi policisë kosovare pezullimin e 2 policëve nga Mitrovica Veriut për shkak të dyshimit për veprën penale të abuzimit gjatë kryerjes së detyrave zyrtare apo autoritetit publik. Antari i kryesisë së listës serbe Igor Simić tha se pezullimi është veç se hapi i parë dhe se është e domosdoshme që autorit të përgjigjen para gjykatës. Serbi Nenad Rashković nga fshati Dren u plagos rënd më 11 gusht kur atë, sikurse tha ai vet, era hënë policët kosovar. Analisti politik Artan Muhaxhiri tha se takimi i fundit i kryetarit të lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti dhe liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdxhiku nuk është premtues, në vlerësimin se Abdxhiku i jep Kurtit oksigjen për t'u paraqitur si konstruktiv. Lideri i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti tha se pas takimit me Abdxhikun kishte vullnet të qartë për të arritur marrëveshje për presidentin, ndërsa lideri i LDK-s tha se janë dakordësuar që në takimin e ardhshëm të diskutojnë për emra konkret të kandidatëve për president të Kosovës. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës sërish kanë dalë para godinës së qeverisë, ndërsa në mëngjes në aksionin e tyre u bashkuan dhe prodhuesit vendas. Një prej tyre paralajmëroi se vazhdimi i bllokadës parlamentare për mjaft prodhues mbar të rrezik falimenti. Ai tha se kriza institucionale rëndon edhe më pozitën e tyre, sepse po përballen me shpenzime të mëdha, treg të pasigur dhe konkurrencë të fortë nga importi, dhe i bëri thirrje Albin Kurtit që të çel rrugën për konstituimin e parlamentit, që deputetët të mund të marrin vendime për probleme reale të qytetarëve dhe ekonomisë. Drejtoria ekzekutive e iniciativës së re shoqërore Milica Andrić Rakić beson se partitë opozitare në Kosovë nuk do të thrasin për protest qytetarët për bllokadën institucionale, ndonse këtë njoftuan pasi janë të vetëdijshëm se një numër i madh njerëzish nuk do të i përgjigjeshin thirrjes, çka do ta bënte më tej çështjen e bllokadës të pakuptimit. Drejtori i Qendrës Strategjike për Politikë Europiane Miloš Pavković vlerëson se partitë opozitare duhet të jenë mjaft të kujdesshme për të thirrur qytetarët në protest dhe se mes opozitës ekziston revolt për lëvizjet e Albin Kurtit. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu beson se opozita nuk ka forcë mjaftueshme për të nxjerrë qytetarët në rrugë dhe të organizojnë protesta, për të cilat, sikurse thot ai, është vullneti i shprehur në mënyrë demokratike. Nesër në mëngjes moti do të jetë i kthjellët në veri mesatarisht i vranët, ndërsa në jug dhe rajonin qendror i freskët. Gjatë ditës moti do të jetë me diell dhe i nxehtë. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 10 deri në 22 gradë Celsius. Temperatura maksimale ditës do të jetë nga 36 deri në 40 gradë Celsius. Ditët vijuse do të jenë edhe më të nxehta. Temperatura maksimale të premtes do të arrijë deri në 42 gradë Celsius.